Horoskopi për ditën e diel 16 gusht 2026. Çfarë parashikohet nga planetet dhe si mund të ndikojë në jetën tonë personale? Le të fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë. I dashur dash, sot energjia është paksa e turbull, por dashuria dhe dëshira për t'u argëtuar me njerëzit e zemrës mbizotërojnë këtë ditë. Ndoshta do të kesh një lloj distance apo një tension në një marrëdhënie të afërt. Në vend që ta mbash për brenda apo të bësh sikur çdo gjë është në rregull, më mirë fol hapur me të. Partneri nuk është se ta lexon mendjen, bashkëpunimi do të thotë të harrosh nevojat e tua, ndaj tregohu i sinqert për atë që ndjen dhe do të gjesh një rrugë zgjidhje që ju përshtatet të dyve. Ky komunikim do t'ju ofrojë dhe më shumë. Çdo gjë e thënë nga zemra lehtëson shpirtin, mos e lër pasiguri të prish ditën tënde. Financat nuk kanë ndonjë kufi të limituar sot për të prishur gjërat që dëshiron. Shëndeti, kujdes pak nga stresi i mbledhur dhe aktiviteti fizik i lehtë të ndihmon të çlirosh tensionin. Ngjyrat në fat është e gjelbër, koha në fat është në darkë, këshilla e ditës. Mos e fshi atë që ndjen, komunikimi drejt për drejt zgjidh çdo paqartësi. Demi, i dashur Dem, sot mund të ndjesh se përgjegjësitë e përditshmërisë do të peshojnë pak më shumë se zakonisht. Mos merr përsipër më shumë nga sa mban ti. Është një ditë shumë e mirë që të shklodhesh, mundësisht në shtëpi, të merresh me disa punë të vogla dhe me hobit që ke dëshirë. Sot duhet të shikosh atë gjysmën plot të gotës dhe mëso të thuash jo gjërave që të lodhin. Ruaj energjinë tënde sepse ke nevojë të rimarrësh veten për javën që vjen. Qetësia e shtëpisë do të ndihmojë të gjesh përgjigjet që kërkon prej kohësh. Ndonjëherë të japësh vetes kohë është dhurata më e mirë që mund të bësh. Mos u nxito për asgjë. Gjërat do të rregullohen vetvetiu, edhe në dashuri, nëse ke patur ndonjë zënk. Financat kanë një qëndrueshmëri të mirë, megjithatë, shpenzime tepër të mëdha nuk është se rekomandohen. Nëse do ta votonim, 3 yje për sot. Ngjyrat me fat për juve janë ngjyrat e tokës, kafe, ngjyra rreth kafes. Koha me fat është rreth orës 9 deri në 11 paradite. Këshilla e ditës: vendos kufi të shëndetshëm dhe jepi vetes kohë për të shklodhur. Binjakët, sot do të jesh gati që të kalosh pak çaste romantike dhe bisede të ngrohta me njerëzit e afër. Sidoqoftë, mund të ndjesh një lloj përplasje me diçka argëtuese. Ke një detyrim që e ke marrë përsipër. Mbaroj atë që ke premtuar. Sapo të kryesh obligimet, bëj një shëtitje me miqt apo mund të shijosh mbrëmjen në shtëpi me personat e familjes. Bëj vend gjithmonë për relaks në jetën tënde. Komunikimi me personat e dashur, me partnerin, do të largojë mendimet e ngarkuara të ditës. Lëre spontanitetin të udhëheq pasi të kesh përfunduar detyrat. Në mbrëmje do të kesh me të vërtet momente me fat dhe emocione të bukura për zemrën tënde. Financa, situata është e stabilizuar me disa shpenzime të vogla, ndoshta udhëtime apo dalje. Shëndeti, ke një energji të lartë, por kujdes me gjumin e pamjaftueshëm. Ngjyrat me fat për ju është e bardhë dhe jeshile. Koha me fat është rreth orës 15 deri 17. Këshilla e ditës: kryej detyrimet që ke për sot dhe mos harro t'i dhurosh edhe vetes disa kohë argëtuese. Kalojmë tek shenja tjetër, tek gaforrja. Sot i gaforre ke një dëshirë shumë të madhe që të mbrosh dhe të kujdesesh për njerëzit e tu të dashur. Megjithatë, mos e harro veten. Të bësh të tjerët të lumtur është diçka e bukur, por jo duke paguar me qetësinë tënde. Disa nga ju mund të shijojnë një shëtitje dhe ndoshta janë të prirur të bëjnë një blerje të bukur për veten apo për persona të familjes. Vendos kufi në mirësjellje dhe kujtohu që tu shërbesh të tjerëve është diçka e bukur, por dashuria për veten duhet të jetë e para.
Mos e lër stresin e të tjerëve të bëhet pjesë e ditës tënde. Ndoshta do të kesh persona që do të qajnë hallin apo ndoshta mund të prishin pak të rrezin, por mos i merr shumë seriozisht hallet e tyre. Një moment i vogël për kujdesje personale të kthen buzëqeshjen dhe harmoninë në shpirt lidhur me personin e zemrës. Në financa ke një mundësi të mirë, hëna nuk është në alert, kështu që edhe mund të prishësh disa para për dëshirat e tua personale. Shëndeti. Do të kesh pak ndjeshmëri me stomakun, ndoshta nga një stres emocional? Konsumo ushqime të lehta sot dhe qëndro i hidratuar. Ngjyrat me fat janë e bardha dhe ngjyra e bardhë perle. Koha me fat është paradite, këshilla e ditës, kujdesu për veten, po aq sa kujdesesh edhe për të tjerët. Luani. Energjia jote sot është shumë e lartë dhe prek një ditë me biseda të ngrohta dhe udhëtime të shkurtra. Në marrëdhënie me partnerin do të kesh pak tension. Kujdes me disa premtime që mund të jenë të nxituara, edhe ndoshta mund t'i bësh thjesht për të kënaqur të tjerët. Rekomandohet të bësh një bisedë të sinqertë dhe të mos thuash gjëra që nuk i mendon. Sinqeriteti do t'ju ndihmojë të ecni përpara pa mbajtur gjëra të fshehura. Je tepër karizmatik sot dhe kjo rrjedh natyrshëm. Çdo keqkuptim do të largohet nëse ti tregohesh pak i durueshëm. Përdore ditën për të mësuar diçka të re apo për të eksploruar vende që të frymëzojnë. Kur je i vërtet me veten dhe të tjerët të respektojnë për fjalën tënde. Financat, ke perspektiva pozitive financiare, por shmang premtimet e nxituara. Shëndeti, sot ndihesh i gjallë, ke ekuilibër, por mos e mbingarko veten shumë me punë fizike. Ngjyra me fat është e zezë, koha me fat është paradite, këshilla e ditës. Tregohu i drejt për drejt dhe mos bëj premtime që nuk i mban dot. Le të kalojmë tani tek shenja e Virgjëreshës. E dashur Virgjëresh, mund të kesh dëshirë të qëndrosh prap në hije, ndoshta kërkon të shijosh rehatin tënd. Mund të dalë një shpenzim i papritur apo diçka që lidhet me paratë. Kërkon një vëmendje të menjëhershme, megjithatë mos u streso. Kjo situatë do të ndihmojë të gjesh ide të reja se si të rritësh anën tënde financiare. Në fund të ditës do të jesh shumë i sigurt. Mendja jote do të gjejë zgjidhjen pa shumë mundime. Megjithatë, mos u panikos. Momentet e panikut të prishin qetësinë tënde të brendshme. Gjithçka është në kontroll. Mbrëmja do të sjellë një ndjenjë lehtësimi dhe momente të bukura me partnerin, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë nëpërmjet mesazheve nëse jeni larg. Financat, një papritur e vogël me paratë kërkon zgjidhje, por hape rrugën për të ardhurat të tjera. Pra, prish por edhe mendo. Shëndeti, ke nevojë për pushim mendor dhe shmang mbi ngarkesën dhe mendimet obsesive. Gjithmonë i përkushton shumë kohë dhe disa mendimeve dhe ndoshta të lodhet koka nga kjo. Ngjyrat me fat është bezh, koha me fat është rreth orës 18 deri 20, këshilla e ditës. Zgjidhni çështet financiare pa panik. Çdo pengesë e ka një zgjidhje praktike. Peshorja. Hëna ndodhet në shenjën tënde, të bën të rrezatosh ngrohtësi, je gazmor dhe ke mjërsi me të tjerët. Je mësuar që të ulësh pak veten thjesht për të mbajtur paqe kur vjen puna lidhe me të tjerët. Por kjo ndoshta dhe të lodh, ndaj duhet të gjesh vendin tënd në shoqëri, apo ndoshta edhe në një relationship në të cilin je. Lejoje veten të ndjejë çdo emocion, në vend që të bësh paqëruajtësin, trego hapur se dhe ti ke nevojat e tua. Kërkon hapësirën tënde dhe kërkon privatësinë tënde. Do të çuditesh se sa shumë mbështetje do të marrësh. Të shprehësh vetveten, të ruan dhe ekuilibrin e brendshëm sot. Ndonjëherë kur i ndrydhin gjërat është më keq. Njerëzit që janë pranë teje e vlerësojnë anën tënde të sinqeritetit. Dita të fton për romancë dhe momente të ëmbla me partnerin ose dikë që po i afrohet gjithnjë e më shumë lidhjes tuaj.
Financat, balanca financiare është e mirë, ke prerje për të shpenzuar për gjëra estetike dhe kujdes personal. Shëndeti, ke një vitalitet, por duhet të pish shumë ujë dhe të bësh pak kujdes me veshkat. Ngjyra me fat është e bardhë dhe blu e qiellit. Koha me fat është sapo thyet mesdita. Këshilla e ditës: shprehi nevojat e tua hapur dhe mos kujto se të tjerët nuk do të mirë kuptojnë. Akrepi, i dashur akrep, edhe pse ti sot do të lësh një përshtypje shumë të mirë te të tjerët, ke një nevojë të brendshme të qëndrosh në atë guackën tënde, në privatësinë tënde. Emocionet që i ke mbajtur të ndrydhura mund të dalin në sipërfaqe. Nuk rekomandohet që ti ruash e ti fshehesh më. Lejoje veten të pushojë dhe të lirohet nga çdo barrë emocionale e së kaluarës. Një kapitull i ri dhe më i qartë po hapet për ty. Financat. Përgjithsisht situata është e qetë, nuk ka lëvizje të mëdha parash apo rreziqe të papritura financiare. Shëndeti, për ty akrep, kërkohet të bësh një detoksifikim emocional dhe gjumë cilësor. Shkëputu pak nga interneti, nga zhurmat, nga rrëmujat. Ngjyrat me fat është ngjyra e zezë dhe ngjyra bardhë. Koha me fat është rreth orës 18 deri 20:30. Këshilla e ditës: jepi vetes kohë të qëndrosh në vetmi dhe të pastrosh emocionet dhe mendimet personale. Shigjetari, i dashur shigjetar, kjo ditë ka shumë energji shoqërore, por çuditërisht, edhe pse je mes njerëzve, ndoshta ndihesh pak vetëm. Ç'është e drejta, mund të kesh edhe ndonjë ftesë për të dalë me shoqërinë, por nuk e ndjen atë bollëkun në shpirt, ke diçka që të shqetëson. Dita është e shkëlqyer ta ndryshosh rutinën dhe të bësh shëtitje pa ndonjë plan të paparacaktuar. Lëre veten të jetë e lirë të shijojë momentet dhe si t'i vijë dita. Dëshira jote për eksplorim nuk ka nevojë gjithmonë për turm njerëzish rreth vetes. Ndonjëherë aventurat më të bukura ndodhin kur je në shoqërinë e vetes tënde. Mbrëmja të sjellë një bisedë të papritur që do të ndryshojë mënyrën se si e shikon një lidhje apo ndoshta një miqësi. Financat janë të qëndrueshme, por tregoj i matur nëse planifikon të bësh shpenzime për udhëtime. Shëndeti, energjia është pozitive, por mos e tepro me sforcime fizike. Ngjyrat me fat është ngjyra jeshile dhe vjollcë. Koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës: ndiqe instinktin tënd dhe bëj pak pushim nga obligimet shoqërore. Le të kalojmë tani tek britësjapi. Dita sot ka ca përplasje të vogla kundërshtuese. Nga ana romantike do të kesh emocione të ngrohta, por nga ana tjetër do të kesh pak tension me figura autoriteti apo ndoshta edhe prindërit. Kujto se gjërat do të zgjidhen me pak durim. Jepi vetes pushim dhe shfrytëzoje këtë ditë për të lexuar ndonjë libër apo për të parë një film. Mos lejo që presionet e jashtme të prishin paqen tënde mendore. Ke punuar shumë dhe meriton momente të qeta larg detyrimeve. Kujdesu për qetësinë tënde dhe nesër do të kesh energji të reja për çdo sfidë. Financat, një bisedë e favorshme për ndarje të ardhurash apo administrim buxheti i përbashkët mund të bëhet mes teje dhe partnerit apo personave të afërt. Shëndeti, kujdes bëj në nivelin e energjisë, pushimi i mjaftueshëm është i domosdoshëm. Për sot ngjyrat me fat janë ngjyrat e errta. Koha me fat është 17 deri 19:50. Këshilla e ditës: ruaje qetësinë përballë autoritetit dhe kushtoj pak kohë vetes tënde. Ujori, sot ke ëndra të mëdha për të ardhmen dhe dëshirë për të ndryshuar gjërat, por disa detaje praktike kërkojnë vëmendjen tënde. Mund të planifikosh pak më mirë anën financiare për idetë tua. Ruaj qetësinë mendore dhe shmangu temave të nxehta siç është politika apo gjëra që lidhen me të.
Mendimet romantike sot janë të bekuara, andaj përqendrohu tek gjërat që të japin gëzim në shpirt. Realiteti mund të jetë pak sfidues, por thjesht është një udhëzues që ti të bësh hapa të sigurt. Përdore këtë ditë për të krijuar lidhje të forta me njerëzit që të mbështesin. Dashuria dhe mirëkuptimi do të jenë pikat e tua për sot, pika të forta. Financat, duhet të rregullosh pak buxhetin që të financosh projektet apo udhëtimet që ke ndërmend të bësh. Shëndeti, debatet të konsumojnë nervat dhe qetësia nervore është shumë e rëndësishme. Ngjyra me fat është kafe e zezë. Koha me fat është 10:30 deri 12:30. Këshilla e ditës, fokusohu tek gjërat praktike për planet e tua dhe elimino debatet. Peshqit, sot është një ditë shumë e mirë që ti të relaksohesh pranë njerëzve të tu të dashur. Sidoqoftë, një problem financiar apo diçka e lidhur me borxhe të parat apo diçka që ka të bëjë me anën financiare mund të shqetësoj pak. Mos ke frikë të kërkosh atë që të takon me mirësjellje dhe me besim tek vetja. Do të shohësh se çdo gjë do të zgjidhet pa probleme. Merru me ndonjë aktivitet sportiv, por mos e sforco veten shumë. Trajtoje veten me mirësi, të tjerët do ta respektojnë qëndrimin tënd dhe do të vlerësojnë akoma më shumë. Pjesa e dytë e ditës do të jetë e mbushur plot të qeshura dhe çaste të ëmbla familjare. Situata financiare përmirësohet nëse vepron duke zgjidhur një borxh që ekziston diku. Shëndeti është një energji e mirë për sport apo ecje, por gjithsesi mos e tejkalo pragun e lodhjes. Ngjyrat me fat është ngjyrë kremi. Koha me fat është rreth orës 15 deri 17:30. Këshilla e ditës, mbro të drejtat e tua financiare pa patur frikë nga përballja nëse të kërkohet. Ju urojmë të gjithëve një të diel sa më të mbar.